Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, i familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 94 të surës An'am, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاؤكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Ju keni ardhur tek ne të vetëm, ashtu si që ju krijuam herën e parë, dhe keni lënë pas shpine atë që ne ju dhamë. Dhe nuk shohi me ju ndërmjetësit tuaj të cilët ju pretendonit se ishin ortak mes jush dhe Allahut. Është kaputur krejt lidhje mes jush dhe është dukur ajo që ju e pretendonit. Për sot, në programin tonë do të flasim temën vetmia e njeriut para Allahut fuqiplot. Ajeti 94 në surën An'am, të cilën e citova, është një nga ajetet më të rënditse dhe më të qarta për realitetin e vdekjes, ringjalljes dhe qëndrimit të njeriut para Allahut, Zotit të gjithësisë. Ky ajet zhduk iluzionin më të madh të njeriut në këtë jetë, se ai do të shkojë në jetën tjetër me pasuri, me njerëz, me ndërmjetësues të rrem, apo me mbështetje tjetër përveç veprës së tij. Ky ajet është një thirrje e fortë për vetdije dhe zgjim shpirtëror. Ai na kujton një të vërtetë që njeriu shpesh e harron. Dhe ajo vërteta është përfundimi i tij për njeriu para Allahut do të jetë individual, pa asnjë shoqërues. Në këtë ajet fisnik, Allahu fuqiplot na thot: ju do të vini tek ne të vetëm, ashtu siç u krijuam herën e parë. Kjo do të thotë se njeriu do të dalë para Allahut i vetëm, pa shoqërues dhe pa mbështetje, njësoj siç ka ardhur në këtë botë në lindjen e tij, i zhveshur nga çdo forcë, pasuri apo ndikim. Në ditën e gjykimit, secili njeri qëndron individualisht për llogari para Allahut. Ajeti për Allahu në këtë ajet na thot: ju do t'i lini pas gjithçka që ju është dhënë në dynja. Kjo tregon se të gjitha gjërat e kësaj bote, pasuria, pronat, fëmijët, pozita dhe gjithçka tjetër, mbeten prapa në këtë botë. Njeriu nuk merr asnjë gjë materiale me vete pas vdekjes. Gjithçka shkputet nga ai. Në këtë ajet, Allahu na thot: ju nuk do të keni me vete as pasuri, as familje, as pushtet. Në momentin e gjykimit, asgjë nga ato që njeriu mbështetej në dynja nuk i bën dobi. Nuk ka pasuri që shpëton, as familje që ndërhyn, as pushtet që e mbron në atë ditë. Çdo mbështetje njerëzore në atë ditë të madhe bie. Në atë ditë do të zhduken të gjitha ndërmjetësimet e rreme që i mendonin si shpëtim. Kjo do të thotë se çdo shpresë e gabuar që njeriu kishte pra tek idhujt, njerëzit që mendonte se i shpëtojnë pa lejen e Allahut, ose çdo garanci e imagjinuar do të shkatërrohet plotësisht në atë ditë. Në atë ditë nuk funksionon asgjë përveç asaj që Allahu lejon. Ky ajet
përmbledh një të vërtetë të madhe, e cila është njeriu shkon në jetën tjetër i zhveshur nga çdo gjë, përveç veprës së tij. Sqarimi i këtij ajeti është si vijën. Së pari, ky ajet fisnik na sqaron të vërtetën e botës tjetër, dhe se të gjithë do të dalim para Allahut për të dhënë llogari për gjithçka që bëjmë në këtë jetë kalimtare. Fjala të vetëm pra furada që gjendet në këtë ajet nuk nënkupton vetëm mungesën fizike të njerëzve. Ajo nënkupton se në ditën që do dalim para Zotit nuk ka pasuri që të na ndihmojë, nuk ka pozitë shoqërore, nuk ka familje që të ndërhyjë, nuk ka miq që të mbrojnë, nuk ka pushtet që të shpëtojnë. Ndoshta këto të shpëtojnë, të ndihmojnë në këtë jetë, por në atë jetë asgjë nga këto të nuk të shpëton. Në atë moment, në ditën e gjykimit, njeriu është vetëm me veprat e tij. Ky është realiteti që Kurani e përsërit në shumë vende. Dhe prej tyre është ajeti 38 në surën Mudaththir, që thotë çdo njeri është peng i asaj që ka punuar, që ka fituar në këtë jetë. Kur Allahu thot në ajet, ashtu siç ju krijuam herën e parë, ai na kujton fillimin ton. Ne kemi ardhur në këtë botë pa asgjë, pa pasuri, pa emër, pa fuqi. Dhe po ashtu do të kthehemi njësoj të zhveshur nga gjithçka. Ky është barazimi i madh i njerëzimit para Allahut. Pra të gjithë njerëzit janë të barabartë tek Allahu fuqiplot. Më pas ajeti thot, keni lënë pas atë që ju ishte dhënë. Nga kjo thënie ajetit kuptojmë se gjithçka që njeriu grumbullon në këtë jetë, si pasuria, shtëpitë, statusi, bizneset, familjet, të gjitha mbeten pas. Ky është një mesazh shumë i fortë. Njeriu nuk e zotron realisht dunjan, por vetëm e përdor atë përkohësisht. Kjo na tregon se dunjaja është vetëm një etapë kalimtare, jo vendbanimi i përhershëm. Në vazhdim të këtij ajeti Allahu fuqiplot thot, nuk shohi me ju ndërmjetësit tuaj. Në dynja, disa njerëz mbështeten te idhujt e ndryshëm dhe më i madhi i tyre është egoja. Mbështeten te njerëzit e fuqishëm, mbështeten te lidhjet e ndryshme sociale e politike, mbështeten te pasuria dhe mendojnë se dikush do t'i shpëtojë. Në realitet, ky është iluzion për ndërmjetës të rrem, sepse në ditën e gjykimit të gjitha këto bien dhe çdo ndërmjetësim i rrem zhduket, siç thot ajeti, është kputur çdo lidhje. Pra ky është fundi i shpresave të rreme, sepse lidhjet e rreme janë ndërprerë, shpresat e kota janë zhdukur dhe besimet e gabuara janë shuar. Të gjitha ato që njeriu mendonte se do ta shpëtonin në ditën e llogaridhënies, zhduken plotësisht. Në atë moment, njeriu kupton se ka mbetur vetëm Allahu dhe vetëm veprat e tij ato që kanë vlerë dhe asgjë tjetër. Ky ajet përmban disa mesazhe. Mesazhi i parë është vetmia në botën tjetër është e pashmangshme. Secili do të qëndrojë vetëm para Allahut fuqiplot. Mesazhi i dytë, dynjaja është e përkohshme. Gjithçka që zotrojmë është amanet, prandaj le ta ruajmë mirë. Mesazhi i tretë, ndërmjetësimet e rreme nuk vlejnë. Vetëm ajo që Allahu pranon ka vlerë. Mesazhi i katërt, veprat janë kapitali i vetëm në botën tjetër. Nuk merret asgjë tjetër përveç veprave. Vetëm veprat e sinqerta kanë vlerë në ditën e gjykimit. Mesazhi i pestë, njeriu duhet të jetojë me vetdije për botën tjetër dhe të mos jetojë me mashtrimin e dunjas. Askush nuk ka qëndruar për jetë në këtë botë. Të gjithë do ta lënë dhe do të shkojnë në jetën tjetër. Ajo është jeta e vërtetë. Dhe mesazhi i gjashtë, njeriu është përgjegjës individualisht para Allahut. Pra çdo njeri është përgjegjës për veprat e tij.
për gjithçka që ka bërë. Askush nuk e merr përsipër veprën e dikujt tjetër në atë ditë. Askush nuk e merr përsipër mëkatin, gjunahun e tjetrit në atë ditë. Secili mbart mëkatet, gjunahet dhe veprat e tij. Të dashur vëllezër dhe motra, ky ajet na pyet e na thot, apo jetojmë sikur do të qëndrojmë përgjithmonë në këtë botë? Apo mbështetemi te njerëzit më shumë se te Allahu? Apo përgatitemi për atë ditë kur të jemi vetëm para Allahut fuqiplot? Apo mendojmë se pasuria do të na shpëtojë? Apo jetojmë sikur nuk të dalim para Allahut për të dhënë llogari? Apo përgatitemi për atë moment kur do të jemi për atë vetëm para krijuesit fuqiplot? Ky ajet nuk është vetëm paralajmërim, por edhe zgjim shpirtëror. Ai na fton që të mos mashtrohemi me dynjan, të mos mbështetemi te krijesat, të mos e harrojmë momentin kur do të jemi vetëm para Allahut. Dhe në atë moment e vetme gjë që do të ketë vlerë është besimi i sinqert, veprat e mira dhe zemra e pastër. Ai që e kupton këtë ajet nuk mashtrohet nga dynjaja dhe nuk ja jep zemrën asaj. Kurani na thot se atë ditë as njerëzit tanë më të afërt nuk do të jenë pranë nesh. Këtë e përmend në surën Abese, në ajetet 35 deri te ajeti 37, ku thot: "Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idhin sha'nun yughni." Atë ditë, pra ditën e llogaridhënies, ditën që do të dalim para Allahut, atë ditë njeriu do të ikë nga i vëllai, nga e ëma dhe nga i ati, nga e shoqja dhe nga fëmijët e vet. Atë ditë secili prej tyre do të ketë aq shqetësim për veten sa do t'i mjaftojë. Sa bukur na flet në ajetin 33 të surës Luqman, Kurani i shejt, i cili thot: "Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'da Allahi haqq fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur." O njerëz, friksojini Zotit tuaj dhe friksojeni ditës kur prindi nuk do të mund të ndihmoj as pak fëmijën e vet, e as fëmija nuk do të mund të ndihmoj sa do pak prindrin e vet. Premtimi i Allahut është vërtet i sigurt. Prandaj mos e lini jetën e kësaj bote t'ju mashtroj, dhe as djallin mos e lini t'ju mashtroj për Allahun. Sa madhështor ky ajet. I bën thirrje të gjithë njerëzve, musliman jo musliman, të bardh, të zi, dhe u thot: "Pra friksojeni Zotit tuaj dhe friksojuni ditës, pra kur as prindri nuk ka mundësi ta ndihmoj as pak fëmijën e vet, dhe as fëmia nuk ka mundësi në atë ditë ta ndihmoj prindrin e vet." Prandaj, le të jemi të vetëdijshëm, le ta ndërtojmë jetën tonë mbi besimin e pastër, mbi veprat e sinqerta dhe të përgatitemi për takimin me Allahun fuqiplot. Në fund, i lutim Allahut të na bëjë për atyre që e kuptojnë realitetin e kësaj bote dhe e lutim Allahun të na bëjë për atyre që do të shkojnë tek ai me zemra të pastra dhe vepra të pranuara. Allahu na fal, na mëshiroft të gjithëve. Allahu ju ruajt ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.